Këtë 26 nëntor shënohen 4 vite nga tërmeti tragjik që shkaktoi 51 viktima dhe 3.000 persona të plagosur. Tërmeti me magnitudë 6.4 ballë shkaktoi dëme të mëdha, kryesisht në Durrës e Thuman, ku shkatëruan plotësisht disa ndërtesa e të tjera u bën të pabanueshme. Gjatë këtyre viteve në zonat që u goditen më rënd nga tërmeti 26 nëntorit të 2019-s, është punuar fort në sajt e programit të rindërtimit. Shumë banesa janë ngritur të reja, e të tjera janë rikonstruktuar. Qeveria shqiptare pati në këtë rast edhe ndihmën e pakursyer të Bashkimit Evropian, të shqiptarëve që kontribuan përmes fondacioneve të ndryshme dhe vendeve mike të Shqipërisë. Kjo ditë është kujtuar prej kryeministrit Edi Rama me disa pamje të Thumanës, një prej zonave që u shkatrua pothuajse totalisht nga goditjet e tërmetit. 4 vite më pas, panorama e Thumanës është krejtësisht e ndryshme nga ato ditë tërmeti. Ti nuk do t'jesh kur vetëm, shkruan kryeministri për bri fotove të Thumanës së rindërtuar.